Unë pregaditi një lexim të një proces verbali mbi marrësë që e kom pregadit si inicius i këtij rasti heroik, sepse këto janë raste heroike, këto janë vepra madhështore se trimat falen, burrat e mbyllin plagën, edhe le të jetë një vepër e madhe inkurajuese për të gjitha palët tjera që nuk duhet me zgjat, por duhet me fal, sepse trimi nuk hakmirret, trimi fal, ja lën Zotit atij ku shumë fal. Bismillahirrahmanirrahim. Proces verbal mbi marrësë. Sot e gjuma në xhamin e Shipolit me datën 14 korrekt vitit 2017, vetëm për hir të Allahut të madhënuar, kemi arrit me pajtu familjen Sadiku prej fshatit Lubavec, komuna Skenderaj, me familjen Begu prej fshatit Kaçanull, komuna Mitrovic, të dyja familje me banim në Shipol të Mitrovicës. Fal Allahut i cili zbret mëshirë mbi zemrat e të dy familjeve të hasmëruara mes veti, pastaj dhe mirënjohje për gjithë shkaktarët që kontribuan në përmbylljen e këtij konflikti i cili erdhi ad hoc mes të dy fëmijëve të dy familjeve. Këtu në veçanti e falenderoj Haxhi Halitin, i cili është djali i Haxhi Shabanit, i cili ka qenë një aktivist dhe adhëtar shumë i madh i çështjes kombëtare, që pastaj së bashku me vllahun e tij Haxhi Muharremin na kanë ndihmuar për me bind familjen e dëmtuar që këtë rast me mbyll vetëm për hir të Allahut. Veçoria e madhështisë se këtij pajtimi dhe faljes është shumë i ndjeshëm, sepse me këtë akt burrerie familja Sadiku ndaj familjes Begu, përveç që është rujtja shenjtërisë së gjakut, familja Sadiku në krye me Halil Sadiku dhe me vllazërit e tij të tjerë kanë arrit me tregu virtyt të lartë burrerie, duke shtrit dorën e pajtimit dhe faljes për këtë plagesë të natyrës shumë të rëndë, por fal Zotit që graniti i shpëtoi më së keqës. Pastaj familja e Halilit së bashku me vllazërit e tij vendosën për hir të Allahut që familjes së Sokol Begut me vllazën, me krejt familje, edhe Endritit, i cili është autori i kësaj vepre të keqe, me ia fal vetëm për hir të Allahut në ditën xhumo, në vendin më të bekuar, i cili është xhamia, vend adhurimi i Zotit, para qindra xhamatlive këtu në xhamin tonë në Shipol. Prandaj me plot kuptimin e fjalës, para kësaj vepre gjigante nuk ka fjalë që e mot, por vetëm fjala e Zotit, falënderimi të kanë Allahut, pastaj edhe këtyre burrave që morën këtë akt burrerie. Prandaj ju lumt familja Sadiku, Allah ju shpërbleft me të mirat e kësaj bote, edhe në xhenetet e Allahut, edhe një freski e madhe për shpirtat e mbar atyre që vdiqen para juve që janë për familjes juaj, se kjo është një vepër e madhe heroike, të cilin Allahu dhu xhelal do t'ja paguajë në këtë dynjë dhe në ahiret. Ju lumt familja Sadiku, qofshin faqebardh në dynjë dhe në ahiret, sepse fëmijët e tanë që shtot populli po i hajnë mollat, pastaj neve të mëdhejve po na pihen dhëmt. Prandaj para se mu ngrit palët në këmbë, me shtrit dorën e pajtimit për hir të Allahut, qysh edhe jemi dakordu, duhet ta them edhe një fjalë këtu para gjithëve juve, pastaj ky incizim do të përhapet në katër anë të botës, ku flitet shqipja dhe formuohet dhe menuhet shqip. Inshallah vetëdijsohet mas pari organet vendimarrëse të popullit tonë, që me leju hoxhen edhe hoxhallarët me hy në shkolla për m'ia mësu vlerën e jetës në nxënësve tonë. Thuni amin. Vllazën të dashur, vetëm familjar të ngritën kam. Në krahun tim të djathtë është familja Sadiku nga fshati Lubavec, mundësisht të gjithë ngritën në kam, ju familja. Në krahun tim të majt familja nga fshati Kaçanull, të gjithë ngritën në kam, çubat që dan në kam. Bismillahirrahmanirrahim. Lusë Allahun e madhnuar këtë akt burrerie të familjes Sadiku, Allahu dhu xhelal ta shpërblej dhe fëmijëve tanë t'ju dhuroj Allahu jetë të gjatë me vepra të mira e trashëgimtar të halalit, ja Rabbel Alamin. Bacidan, kërkoja halalin bacit adil, pa le të vjen
Po, ky emrin Baci Sokol, Baci Fadel. Hajde ti e përfaqëson familjen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah e paguajë. Hajde në vllazë. Halal. Halalin për gjitha na fal për gjithë ngarkesën që keni pas, sepse edhe ne e kena pas për gjithë në përbashkë. Allah i nërë. Këraj halal nga jo. Halal jo. Shkëllë. Bona halal. Po, në nolë. Qa shkën atë? Po, në të. Hajde një ju këtu pala tjetër. Thërri këta tutë. Hajde granit këtë tone. Granit, hajde qëtu. E ndrit, paja këtu. Paja këtu. Hajde qëtu. Këta dy. Po, vesh të përfundujnë ata halalën. Bol. Bismillahirrahmanirrahim. Me lejen dhe ndihmën e Allahut, i cili urrejtjen dhe xhelozin edhe ndikimin e djallit mallkum e këshndron Allahu në dashuri dhe respekt dhe falje. Graniti është në anën time të djathtë, i cili është i dëmtuar shumë, por Allahu ka dashur të ka pështu. Inshallah këtij jep jetë të gjatë me vepra të mira trashëgimtar të halalit. Ky djaloshi në anën time të majt është ndriti i cili e ka shkaktu këtë plagë, por është pëndu pej tokën qiell edhe deri sa tjetoj në këtë botë e bardh shpirtërisht, moralisht këtë përgjithësi para Allahut. Mirë po vllai i tij, Graniti, don me shkarku nga kjo përgjithësi, don me ia fal vllaut vet. E ka bën jetë për hir të Zotit, ati i kof shumë fal. Prandaj këtu në pranit hoxhës, në pranit të babës dhe vetë, në pranit të agjallarëve dhe vetë, pranit të kejt gjematë që jemi vllazën shqiptar, e zbresin dorën dhe e shtrin dorën e pajtimit, ka për në ngrëk, Bismillahirrahmanirrahim, jepja një besën Allahut që kur njëherë ju dy nuk do të keni, do të thatë probleme, por do të zgjidhni në formën më të mirë të mundshme. A është ashtu ajo? A është ashtu? Kap në përqafe hoxhen tash ju dy, hajde. Allah ju rujtë, ja Rabbi. Allah ju rujtë e qofshit faqe bardh. Faleminderit shumë. Uluni tash. Haxha Aleta, dëm pak fjallën ti? Jo, s'kam qa më shtuë, Allah është përblef ta. Shokët e mi? Po, pa tjetër. Po, pa tjetër. Halal ka të kanë. Allah i nërë. Allah i është përblef, faleminderit shumë. Allah i nërë. Baci Fadel, më na bo halal, e faleminderit shumë. E qofshit faqe bardh e gjithëve ja Rabbil Alamin. Profesor, apo doni fjallën? Urnani. Në rend parë, ju përshëndes të gjithë pranishëm këtu. Matutje për gjithë kontributin në këtë çështje hoxh i respektuar, një përshëndetje veçantë. Faleminderit. Pastaj patriotizmi i palës, i cili sot na fali këtë rast, një shpërblim nga Zoti. Amin. Edhe nga gjithë çështja e kombit tonë. Mirë po të them para jush, unë e kushëri jam i rastit, po të gjithë kemi një shumë rënë këtë rast. Sidomos unë se komponu në atë shkollë deri dje. Edhe këta dy nxënësa kanë qenë jo vetëm për mësimonësave, këshillum sa herë, po edhe për me si sekretari i shkollës. Që do me thonë, kanë qenë këshillum mirë, po rinia e sodit, siç e thatë edhe ju, ka nevoj mu marrë me ta ma për safërmi. Edhe kisha kërkuar prej këti në këtë medium edhe ku plasohet ky rast sot, që prindrit të jemi ata non-stop të lidhur me fëmijë. Me mundësi që i kemi të përcjellin deri në shkollë edhe të shkojmë t'i marrim. Edhe t'i kthejmë në shtëpi, sepse gjendja pas luftës është një shfrenim i rëndë, që rinia nuk kanë mundësi me gjetë veten në këto kushte, edhe pse po mundohemi të gjitha palë. Edhe një herë faleminderit familjes që në falën, familjes Sadiku, se vetëm ata që janë patriot, vetëm ata që janë trima edhe falën. Faleminderit gjithë. Allah i rujt, ju lumt. Qofshit faqe bardh, faleminderit shumë.
për shëndet, apo ti nga një fjallë edhe ti? Bacilil, apo do në një 2 fjallë? Ja, s'ka. Nuk kanë fjallë se e kanë dëshmu me vepër. Kur ekzistojnë veprat, atëherë fjallët vllazët e dashur janë të tepërta. Ju lumtë, Zoti ju rujt e qofshin faqebartë. Faleminderit shumë. Allah ju shpërblet ja Rabbil Alamin. Vllazën bëmi gati si të bëhet.